2025, si shumë vitet të tjera ka qenë sfiduese, të themi, për gjithë secilin prej nesh. Dhe ne urojmë që 2026 të jetë pak më i thjesht, pak më i lehtë edhe të sjellë më shumë gëzime, duke i bashkuar fjalës time faktin që, siç thanë edhe parafolësit, një llogari e të shkuarës duhet bërë gjithmonë dhe besimtari mysliman në konceptin e tij fetar e vlerëson shumë kohën, sepse e tillë është, Zoti ka dhënë një mundësi njeriu, jeta është thesari më i madh që njeriu mund të shfrytëzojë për të bërë mirë për veten e tij, për familjarët e tij, për shoqërinë, dhe të përgatisë veten për të ardhmen. Ashtu siç mbyllet një javë, nis një javë e re, siç mbyllet një muaj, nis një muaj i ri, ashtu mbyllet edhe një vit, nis edhe një vit i ri për besimtarin musliman. Ashtu si për mbar shoqërinë shqiptare, ashtu si për besimtarët e besimeve të tjera, ne i bashkohemi kësaj që koha që do të vijë me ndihmën e Zotit do të ndërtohen nga vendimet edhe aktet, veprat e vet njeriu. Në këtë aspekt ne shpresojmë që të jemi nga të vetëdijshmit e të shkuarës, por gjithashtu edhe të ardhmes për të ndërtuar një të ardhmet përbashkët më të gëzuar për ne, për familjet tona, për fëmijët tanë.